Rikthehemi të dashur miq në She's on Top Club në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Këtu na është bashkuar Gjonilta, Deni dhe Desanka patjetër. Përshëndetje. Vajza, kjo javë ka ardhur me kritika të tjera të Niko Komanit dhe është thënë shprehur prej tij se Sindi dhe Fetola kanë më pak vetbesim se Desanka në sfilatën që ka pasur episodi i dhënë. Pra, janë bërë disa kritika gjatë sfilatave dhe veçojmë njërën prej tyre dhe ka qenë Sindi dhe Fetola dhe vetbesimi gjithashtu. Duke nisur nga Sindi, si e ke pritur këtë koment ti edhe si ka qenë gjendja në ato momente për të? Tani, si koment nuk e prisja, por e pyeta domethënë çfarë duhet të thotë që nuk kam aq shumë vetbesim sa disa kam duket, po. E pyeta, nuk më dha akoma një përgjigje të saktë. Domethënë, akoma se kam kuptuar pse duke mua me më pak vetbesim krahasim me Desankën. Ndoshta është edhe paraqitja, nuk e di si prezantohemi. Pra, në atë sfilat mendon që nuk ka qenë një kritik e drejtë kundrejt teje? Jo e drejtë, por nuk më dha si mund të them shpjegimet që doja, nuk Pra, ka pasur një mundësi ndoshta në backstage ose më pas që ti ta marrësh kritikën e plot ashtu siç edhe e ke dëshiruar? Jo, nuk e kam pyetur në backstage, sem drejtën, nuk doja ta bezdisja, kështu që thash nëse ardhshme mundësinë do e kemi. Do përmirësohem, do duket në paserel, kështu që do presim puntatën tjetër. Patjetër me syrin tënd, çfarë mendon që mund të përmirësojë ti në këtë sfilat të radhës ku mund të shfaqë edhe pak më shumë vetbesimin? Pra, besoj që e ke, besoj që çdo kush e ka, por si mendon ti që mund ta transmetoje më mirë që edhe të shihej nga juria dhe nga publiku? Ndoshta duke buzëqeshur më shumë, se në njëherë e shoh edhe vetë që dal pak si serioze, kështu që duhet përpiqem të buzëqesh pak. A të duket sepse domethënë komplet kritikat dhe çdo lloj tjetër vjen nga potenciali që juria shef te ju, pra në fakt kam pyetje për të gjitha vajzat këtë. Po përderisa juria kritikon, do thotë që mban mend edhe defektet që kemi pasur në puntatat që kanë kaluar, kështu që është edhe ndoshta edhe një plus sepse të mbajnë mend, të kujtojnë. Pra, je përmendur. Po. Por ti Desanka? Besoj siç e tha dhe Niko, nuk është se jam një vajzë që nuk kisha konfidencë në sfilat, po kisha një pengesë të vogël në pasarel, po që nuk është se është dukur fare në nuk është shfaqur, pra. Jo, nuk është shfaqur. A mendon në fakt që ka pasur një xhelozi, le të themi, aty nga Sindi ose nga ndonjë vajzë tjetër gjatë sfilatës? Jo, nuk e besoj. Pra, duke u bazuar vetëm te reagimi i cili është bërë aty? Jo. Nga perspektiva e. Thjesht Niko siç e tha dhe vet, tha që nuk jam një vajzë që s'kisha konfidencë në pasarel për shkak vetëm të një ngecje që kisha, po që nuk është se është dukur fare në kamerë dhe kisha dalë shumë bukur. Ku e shef ti veten më të fortë? Tek fotografia apo tek sfilatat? Tek sfilatat. E për ju? Pra, deri në këtë fazë që jemi, në këtë pikë që jemi, ku e shihni ju veten më in? Unë e shoh veten tek të dyja, dhe tek sfilata dhe te photoshooti, mirë po që më pëlqen më shumë është sfilata. Unë si Deni dhe te sfilata dhe te photoshooting. Pra, po. Çfarë po? Emila? Pra, duke dashur patjetër që ti jap gjithë secilës kohën dhe mënyrën që Po, unë shoh vetëm mirë të dyja, ashtu siç dhe janë vlerësuar, por ajo dëshira më e madhe është sfilata, sepse jap të gjitha të energjinë dhe prezencën time, kështu që atë do zgjedh. Po, me siguri. E për ju? Unë mendoj tek të dyja gjithashtu. Por tek sfilata je më aktive, mendoj shpreh më shumë emocion. Edhe mendoj që është pika më e fortë. Më e fortë, po. E për të Gjonilta. Të shpija. Well, do kalojnë dhe aty, patjetër. Desanka, duke qenë që patjetër kthehemi te kritika dhe te krahasimi që është bërë. Nëse qoftë ti do kishe një këshill për dy vajzat e tjera që janë përmendur, pra për Sindin dhe për Fedolën që sot nuk e kemi këtu prezente, cila do ishte? Çfarë do kishe për t'ju thënë? Thjesht që duhet ta pushtojnë skenën. Në moment që futen në skenë duhet të thonë që jam unë këtu, nuk ka asnjë tjetër.
Dhe t'jenë Sendi. Po mendoja, unë jam e Jo, vogël si po të shikoj reagimet. për pjesën do të thënë Jo, që se bëj futesh shaka. edhe jam vetëm Po, unë ke këto. drejt, Prezenca, gjithsesi pra. ka drejt e Sanka, po, e mendoj edhe unë. E për ju? Unë besoj se kam pushtu skenën çdo moment si kam kene mrena. Ka qenë në fakt një reagim i disa vajzave me emra tashmë, besoj që kanë qenë shumë, por para disa javësh është thënë në studio se etiketuar më saktë si një thëngjill i mbuluar, pra për te Sankën. Çfarë ka ndodhur aty? A ke marrë ti vesh gjë? Tani, atë e ka thënë Emila. Po, kam pasën në fillim e Në fare. fillimet fare, po që unë nuk jam. Do të thënë, unë siç jam në kamerë, jam dhe mbrapa skenë, jam një njeri shumë i qetë, shumë pozitiv dhe mundohem që t'i ndihmoj vajzat me aq mundësi sa kam. Rëndësika që asaj duket vetja. Pra, a vazhdon ti Emila ta mendosh ti gjë për te Jo, Sankën? në fillim nga që pra, ishte shumë afruar dhe më dukte tamam se ato vajzat që rrinë të ëmbla të afrohen dhe nga mbrapa kanë shumë gjëra, por me kalimin e kohës Një e kam paraqykim i vogël, po. Pak ndoshta. Ka ndonjë nga vajzat që ti sot e kësaj dite akoma e mendon këtë gjë për të, ose që ka ndryshuar se ke menduar të tillë, tashmë po, ku i dihet? Jo, zakonisht ashtu siç kam menduar kanë qenë, por që edhe me Po, te Sankën ka qenë një, siç edhe ti pak paraqykim ndoshta, por me sa e kam njohur më mbrapa, është ashtu siç duket, domethënë si është me gjithmonë afër me vajzat edhe. Nuk Duke- shoh ka një thëngjë. Duke qenë që ngelemi atëre pak te krahasimet, a keni menduar ju për ndonjë nga vajzat, pra, në këto analizat e juaja që i bëni, a kush ka dalë, kush s'ka dalë një thëngjill i mbuluar? Tani, unë mendoj se normal. Nuk është normale, Normale ose jo, është, nuk por- e di, po që gjitha gocat Gjithsecili ka normalen e vet, mes ndryshe. njëra tjetrës flasim për njëra tjetrën, se do jemi thuajse për dita bashkë xhirime, shohim ndodhin situata, ndodhin gjëra. Bëhen ato thashë themet për njëra Me të tjetrën. drejtë apo jo ama? Po tash me drejtëm, se për shembull edhe goca jemi, po edhe për shembull marr rast shkollën, për shembull që jam shkollë kur jam në klasë, i shoh gocat bëjnë thashë theme ploç në shkollë. Këtu hajde, këtu jemi për të bërë Po mirë, situata. thashë themet tuaja bazohen më shumë në çfarë ju po ndani, pra eksperiencën e përbashkët, apo shkoni dhe pak në jetë personale, duke qenë Jo, në vetëm një Tiranë nga jetore. vetë Unë që flas për veten time, vetë qa shohim, qa bëjmë këtu, nuk edhe nuk besoj se është gjë e bukur që ti hym njëra tjetrës më thellë në ato jetën. Po mirë, tonë mendoni atëherë personale. që këto fjalët ose le ti themin thojza para gjykimet që kanë ardhur nga fillimi ose deri më sot nuk mund bazohen shumë në çfarë ju po kaloni këtu në eksperiencë? Pra mendoni që është e drejtë që e kini këtë opinion për njëra tjetër, duke qenë që po e njihni njëra tjetër vetëm në një eksperiencë të tillë ku në fund fare vetëm një nga ju do jetë fituese. Unë mendoj se gocat siç janë këtu, normal janë dhe jashtë, nuk mundesh është Sa 2 muaj, 3 muaj të emision. aktrosh prap në fund të Del fytyra e ditës, vërtet, kështu do që- e nxjerrësh disi personalitetin tënd. Siç janë mund këtu të do jetë jenë edhe pjesë jashtë. të kamerave. Edhe ne tani bazohemi në ato çka japin këtu dhe aty ku bazohemi ne besoj se është e njëjta gjë si jashtë kamerave. Pra, vazhdojmë qëndrojmë vetvetja dhe do të rikthehemi përsëri këtu në 100 FM dhe në kanalin 10 pas pak të dashur miq.